Në fund u krye dhomave. Kosh qaq të merë, qysh me ndoni që ata që më kanë përcjell prej përpara e din se sa shumë ekstrem shumë e du këtë qosh. Që kjo muzikë në ma shumë nuk më lë me full për nëjse. Këto janë lullet e mija darsmës që i kom pas ditën, e këto që i kom pas natën. Njani prej videove që keni qef mas shumë ti. Dhe përshëndetje njerëz, mirë se vini në kanalin tim të YouTube-it, mirë se vini edhe me një video të une. Njani prej videove që keni qef mas shumë ti është Clean With Me. Nuk po jo rej këtë dhomen të na veqina këton 3 javë gati, edhe e kom pastru 2-3 herë pak ashtu ma thellësisht. Po ta qef gjithë qysh, një herë me pastru se nuk ja ka njësë darsmja qysh duhet, bashkë me juve. Nuk e di sa pe kop tash kamera, ama dhoma është a lug nuk e di ako, këndru tjeshat e shtratit, dallapin mrena e kena okej, edhe e kena të pastër se veç e kom pastru edhe jo mundu me majt ashtu pastër. Sa nashtin nej fijok, duhet pak me rënit, nuk ka shumë lug që shukon kur kom ardh, mirina tu maj njëherë për njëherë. Fillimisht si çdo herë, unë ja kisha një sprej tishave të shtratit. I kam do tisha të shtratit të reja që mi kanë ble të shpis. Kom la në 15 minuta vetëm sa me ja hekat plunin atë erën kineza qëfar do që është erë reja që shme i thonë. Tjerë që u kanë frym pak edhe në tjerë ekstrem shpejt. Hajde njerë të pastrojmë krevatin, të hekim shumë sene, edhe mbulisin ka me hek me la, edhe tani mundemi me vazhdu tutje.
Ç'ka muzikën më shumë nuk më lë me fol, po nejse. Ndoshta me thënë po. E po të shka pastrova, tash kalova te dallapi, mendoj që kam e bë një faqe në Instagram ku kam ishit krejt këto sene që eventualisht vetëm për foto i kom bajt, edhe shtikla gjithashtu, edhe nuk e di ja kam halon ai san. Ja u kallzoj në Instagram nëse e bëj në Instagram tjetër për mujt me i ble këto sene, se seriozisht hajtës jam t'i majt për vetëm edhe vend shkret janë të mbledh edhe vetëm shka po mbledh dhe pluan kur gjë tjetër. Hajde tash vazhdojmë te dallapi. Ata që më kanë përcjell prej përpara e dinë se sa shumë ekstrem shumë e du këtë qosh. Dhe janë i moj krejt memorës tona prej martesës fejsës e teje. Apo bajat i një Tiranë, po këshyren gjatë ditës apo ndryshojmë në sen dhe i sa t'janë Albani. Këto janë lullat e mija darsmës që i kom pas ditën, e këto që i kom pas natën, qëto vet i kom bo. Tani, wake up and make up. Edhe kjo sa cute, Alga ma ka thyat gjamër për mi. Edhe këto janë krejt fotot tona, të mjeta dhe të Albonit. Tadam! Gjeti më stiki këta shkreta, po të fokusohemi me në pastrim. Mana një pauzë shkurt se ke koha e mëngjesit, edhe ndoshta vetëm e fshin këtë tavolinën ku unë zakonisht lyna. Pak o punë më shumë, ama masi e kom shih shumë shpejt
nuk është qaq të merë, qysh me ndoni që. Ta pastrojmë edhe qëta podin, marimongat, edhe e lajmë laminatin edhe mendoj që i na gati.
Pa në fund u kry dhoma, vetëm ta kthej kamerën edhe t'ja u kallzoj edhe i ka me moralje se gjumi dhe ka i vjenë. Veç keni ujtë me po çdo hap të këti pastrimit. Dallapët janë, me thonë, të palum, jo perfekt, ama janë. Edhe këtë dritën mrapa masi nga ka thyja Alga këtë happiness që u kon alt, e kina në gjitë mrapa, edhe këtë foton e Algës kina me në gjitë që tonë. Nëse e krymë ata deri në fund, po ja uloj videon, po ja uloj foton, në fakt. I vetë me thënë shka nuk mujta me pastru janë milo, në fakt, janë perdët, po s'kim ta që ka me bo në i herë tjetër. Edhe këtu krycanti palova vetë edhe i pastrova, vetëm që ka shumë sana e ashtu po duket pak si ma të lovin. Këta ka me marrë me veti, kjo shkon këto. Taram. Dhe njerës të dashur ka që ke prej me sot, na shihemi shumë shpejt me në video tjetër, në që ose keni na ide se shka keni qef me posa jam këto halo disa dit. I shkon ti për mirë, edhe ma kishe lecu edhe më punën, edhe ja u kisha plëcu juve të shirat. Kështu që, ka që kipe me na shihemi shumë shpejt me në video tjetër. Bye bye.